Përshëndetje të gjithëve. Po bëj një video, po bëjmë prizat këtu dhe thashtë t'ju tregoj si bëjmë prizat. Jemi në Londër, në Angli. Okej, këtu kemi krevatin, do jetë krevati këtu sipër do kemi një dritë. Edhe këtu kemi një prizë, që të vendosë këtu. Këtë një zërë aty. E kemi lënë dhe një prizë aty. Përsa këtë krau tjetër, këtu të ketë televizori të kjo dhoma këtu. Edhe kablat që më të kemi lënë aty mbrapa, në duke në dalën. Këtu të kemi raft rrobash. Nuk ka nevojë për prizat të brenda raftit, thjesht kemi lënë këtë kablin për dritë. Në moment që hapet rafti ngriset drita. Okej, dalim te dhoma tjetër. Është e njëjta gjë edhe këtu. Këtu do kemi krevatin, dritë këtu, prizë këtu, njëjtat gjë aty në sep. Atje më thonë të ketë një komedinë vogël 10 nga 2 shemeja. Edhe kemi lënë një prizë aty, brenda do jetë brenda komedinës. Aty do ketë një pikturë, edhe drita do jetë sipër pikturës. E njëjta gjë aty, nga që këtu kemi një xhak edhe detyrimisht ato do e kombinojmë. Këtu nuk kemi raft, se dhoma është pak si e vogël, kështu që i kam lënë një prizë aty. Këtu në korridor do kemi radiator, do kemi underfloridin. Këtu që nëzaj e kamë, do me kur hynë banjo nuk të cokë në kamë, të thare. I kemi lënë spërën për këtu. Një nga ringu. E në gjave dhe një prizë në korridor. Tash në mënyra si bëjon, unë i bëjo ring. Në përgjithësi priza këtu. Kemi në katën e tretë. Kjo është mënyrë, kjo është ring, mënyra si, po të më thëmë, merr një kabël nga sahati, nga te priza e parë, nga priza e parë te priza e dytë, priza e treta, e kështu me radhë, si me thonë, edhe kesh mbrapa te sahati. Kemi mënyrën tjetër, që është radial, e merr një kabël nga sahati, si me thonë, priza e parë, priza e dytë, priza e tretë, edhe ndalesh aty, nuk ke nevojë më të thesh mbrapsht. Përsa në Shqipëri me sa kam pa unë, ky është sahati, i lën kutia shpërndarëse për dhoma, edhe i morin një kabël nga këtu, nga këtu, edhe shkon të qohë prizë, me thonë edhe këtu, të kjo kutia shpërndarëse më bëhen 10 kabla. Edhe i bëjnë mullar aty që për mendimin tim është shumë e ndalueshme, nuk lejohet absolutisht që të lësh kutia shpërndarëse në për dhoma, sepse është shumë e rrezikshme. Fillimisht për korrentin e këtë që mund bjerë dikush korrent dhe së dyti për zjarrin. Domethënë është shumë risk i lartë, domethënë që mund të mori plagë. Domethënë këto 3 lloj mënyrash përdoren në përgjithësi. Këto unë kur nuk e përdor këtë, po edhe këtë sipër, këtë radial, nuk para e përdor. Sepse nëse ke shumë prizë edhe distanca shumë e largët, nuk përdor dot 2.5, po mund të përdorish 4 mm kabël, për që është shumë vështirë mi lidh te priza. Që për mendimin tim mënyra më e mirë është kjo ring. Sa për kablin, detyrimisht 2.5 kabël shumë i mirë edhe i fortë njëkohësisht. Leni ndonjë koment, ndonjë kritik, sepse kritikat na bëjnë mirë. Ju përshëndes.